Flem, si është si aktor? Sot jeton në Düsseldorf. Kur ka ardhur në Düsseldorf? Para 4 vitesh. Më para isha në Berlin, tash në Düsseldorf. Mirë është edhe Düsseldorfi është një qytet shumë i vogël. Berlini është pak më i madh, metropol. Dhe pak më agresiv. Shumë agresiv, po edhe pak. Është kjo arsye Salamadi. Salamadi. Çfarë do thot Salamadi për gjithë ato që për gjithë ato që s'e din se çfarë do thot. Si për shembull unë. Se di, Salamadi i vjen s'ka sistem, strukturë. S'ka sistem. Katastrofë. Është pak multikulti. Vetëm në profesionin tënd është absolutisht qyteti ku duhet jetosh. Berlini apo? Po, në Berlin edhe në Köln. Kështu afër e kam Kölnin. Po. Por Berlini është një vend i mirë, po ka shumë njerëz si New Yorki, metropol. Por sot e këtë ditë ku të shkosh shumë njerëz ka. Ku të shkosh? A Berlin? Ka dhe shumë lëvizje. Shumë lëvizje. Si është jeta jote këtu në Düsseldorf? Ti jeton vetëm këtu? Apo me Po, vetëm. Si është jeta këtu në Düsseldorf? Kur s'kam xhirime jam më shumti në office, në zyrë. Po. Telefonatat, e-mailat, sendet i bëj aty. Nuk dal shumë, se s'kam kohë me dal. Shkoj në stërvitje në gjym. Po. Merrem pak me muzikë, luaj piano. Dhe vërtet. Dhe këndoj pak. Me këndu s'di me kënu, se kam zërin, por kështu kur hi me boni tush kënoj. Okej, po i bie pianos. Po, pianos. Sa keq që nuk kemi një piano këtu. Bad. Pianoja më qetëson. Po. Kështu që, si thashë edhe më herët, nuk dal shumë se s'kam kohë, por punoj më shumë. Do të më punu se jam hala i ri, se vjetët shkojnë, koha vjen, duhet